Fatin nuk ja di, por as shpresë për ta parë të gjallë nuk ka. Për të vëllain që u zhduk në luftë, e motra Vera Hoti nga Krusha e Madhe kërkon të di të paktën se ku i prehen eshtrat. Po vazhdoj me këtë dhembje, shpresa nuk vdes kurrë, shpresojmë që një ditë do të marrim informacionin dhe të dim spaku varret e tyre ku janë. Për t'i dhënë fund ankthit tashmë disa dekadëshe, kërkon angazhim shtetëror. Nga institucionet tona dhe nga faktori ndërkombëtar, i cili ka një rëndësi të veçantë për t'i bërë trysni shtetit serb, që tregoj për njerëzit tanë ku janë. Ky e rastet e të tjerëve që mbesin të pagjetur, u kërkuan edhe gjatë vitit të kaluar në më shumë se 30 lokacione, por më tepër u gjetën gjymtyr të personave që tashmë ishin identifikuar. Flasim dikon për 26 identifikime të tilla, pra identifikime të reja, edhe dikon më shumë se 20 apo 21 bashkime, pra pjesë shtrore këta që janë informuar me ODN, po që është konfirmuar pas asaj për klasën viktima që janë identifikuar gjatë viteve para prak. Andaj 2025 po thuhet që nuk ishte hiç vit i suksesshëm për këtë mision. 28 venda janë hulumtuar në brendësitë e Kosovës, ndërsa një kozhel të Serbisë është hulumtuar në 7 orë, do të thotë cilojnë atë serbe që din t'i bën aja e ka ndërprer do të thotë në 9 orë dhe kështu politikisht shtyhet të procese jashtë Kosovës. Pati edhe të lashe të tjera. Problem tjetër është mosmbajtja e takimeve dhe këtu mendoj që Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialog kish mujt më bë më shumë. Tek e fundit edhe marrëveshja ka para pa që ndërmjetësuesi pra Bashkimi Evropian në rast se e vren që njëna palë ose dyja palët nuk zbatojnë marrëveshjen. Vitin e kaluar për herë të parë në Kosovë janë regjistruar dëmet e luftës, përfshirë të vrarët, të plagosurit e edhe persona të zhdukur me forcë gjatë luftës.